Përshëndetje të nderuar teleshikues të ekranit të televizionit Fox News dhe urojmë mirëseardhjen në emisionin e titulluar Folk në Tradit. Emisioni Folk në Tradit tashmë do të ketë në përbërjen e tij artë dashës nga gjithë trevat e Shqipërisë. Sonte kam nderin të kem të ftuar një artist, një këngëtar, performues i skenës, pjesëtar i sofrave të gëzimeve familjare, një tiranës të vjetër, këngëtarin e mirënjohur Arben Sinani. Duke uruar kënaqësinë për pjesëmarrjen, njëkohësisht urojmë mirëseardhjen i nderuar Arben. Mirë se u gjem në këtë emision kaq të bukur Folk në Tradit dhe për mua është kënaqësi si këngëtari i Tiranës i Shqipërisë Mesme. Dhe bravo ju qoftë juve për këtë emision kaq të bukur sepse duhen më shumë emisiona për të majtë folklorin e pastër, traditën, këngët tradicionale. Qofshin ato jug veri Shqipëri Mesme, që mos të devijojmë por kënaqësi edhe i herë e imja. Të falenderoj për fjalët tuaja tepër vlerësuese, njëkohësisht së pari tashmë për publikun, dua ta nis me një pyetje krejt të thjesht, kush jeni dhe nga vini? Atëherë, unë jam këngëtari i Tiranës, normalisht i Shqipërisë Mesme, Arben Sinani. Si vjetër, mo ta harrojmë këtë. Arben Sinani. Origjina ime është Peza e Tiranës. Dhe unë gjithmonë u bona afër 30 vite në karrierë. Kam disa albume, disa videoklipe. Kemi lëviz. Për të dalë pak më vonë atje, kur ka nis rrugtimi juaj artistik drejt këngës dhe kush ka qenë shtysa që ju ka nxit për të ardhur dhe për të arritur deri këtu ku jeni sot? Po, faleminderit, kjo është një pyetje shumë e bukur, sepse rikthehemi vite më herët dhe fillimet janë vërtet aq të vështira për aq të bukura që kanë emocion në vete. Ne jemi një familje që nga prindit, që kanë këndu gjithmonë, por atëherë ka qenë koha e hershme që ato nuk kanë pas mundësi të dalin në për emisione televizive apo video, por kanë këndu, nona, baba, dhe kam dhe 2 vëllezër para vetes, që ato kanë këndu, kanë rënë dhe fizharmonikës vllai i parë, dhe mbas atyre kam dalun. Unë kam pas më të lehtë, sepse kam dëgju prindit, 2 vëllezërit, dhe... Pra, kënga arti është një gen familjar si mas përgjigjes që mora nga ju dhe pavarësisht gen familjar, por më shumë do thoje një pasion i trashëguar tek ju. Absolutisht. Pasion i hershëm. Ne maj mend që herët edhe baba më ka pas thonë gjithmonë që gjysh pas gjyshi, brez pas brezi, këngë tradicionale, këngë i kanë pas kënu në për sofra, në për... Këngë tradicionale Tiranës. Tiranës, normalisht, sepse folim për Tiranën, Shqipërinë e Mesme. Natyrisht. Por unë nga këto 2 vëllezërit, kam bo albume, kam bo këngë edhe në televizionet ndryshme. Ke përparu pak më shumë. Si duket, ato kanë qenë janë dhe vazhdojnë, por unë insistova edhe kam bo disa këngë video, kam marrë dhe vëllezërit tek albumi im. Po, duke të përgëzuar për këto njëkohësisht, duke të uruar sukseset më tejshme, përveç tyre arritje, të rikthehemi pak kujtesës më herët, në shkollë, ke qenë i angazhuar me aktivitetet artistike, me këngën, me vallën, apo me ndonjë instrument, apo me? Faktikisht, instrument, unë kam pas qef baterin. Jazzin, si i thonë. E kam ushtru në familje, por jo, nuk kam pas... Naturisht në gëzime familjare, në sofra gëzimit të vogla, në familje, shoqërie, më ra. Dhe në shkollë, se atëherë ka qenë dhe kohë tjetër pak si të turpshëm, të ndrojtur. Biles maj men në klasën e 6,
Unë këndosha gjithmonë siç këndosha shtëpi, rrugës, pa edhe në shkollë, fsherës e shkollës. Mirë po, ato më kishin vore, unë se fëmija nuk e kupton që është pa ndrojtje dhe domthonë pa i djallëzum. Edhe kur marr ftesë, nesër do të dali të këndoj Arben Sinani, u po më qifsha mbrapa shkollës, jo s'dal unë, ku kisha dal nerë? Jo, do dalsh ti je i pari, jo do dalsh. E ishte një këngë atëherë, këngë partie kanë qenë atëherë. Ngulja për të dalë, mësuesit. Mësuesit. Po. E mësuesit. Ka qenë. Edhe ishte një këngë atëherë, këngë partie, dole unë atje, edhe dorë tërkitje, vlerësime. Ja, dorë tërkitje, pa tjetër që do të ketë qenë një sukses shumë natë. Normalisht po, edhe atëherë, domethënë, ajo ka qenë në shfaqje e parë për mua, domethënë në shkollë. Pastaj gjithmonë vazhdoshim, kam qenë edhe mbas vëllezërve, po ka pas aktivitetet të tjera, komuna apo festat ndryshme. Por që kam dalë, që kam fillu tamam fare, ka qenë mbi moshën 18 e lartë. Mas marimit të shkollës, ke dalë duke u afirmuar më shumë të tashmë drejt rrugës së këngës. Bravo, që kam këndu në profesionalitet, domethënë. Ju Ben jeni një këngëtar tashmë i preferuar brenda Shqipërisë, por shpeshherë edhe në diasporë. Të nderuar teleshikues, me që kemi një këngëtar Tiranë si vjetër, ama Tiranës dem babadem, natyrisht, unë kam mendimin që Beni të na përshëndes me një këngë për të ju rikthyer prap bisedës këtu ku jemi dhe me këngën Jam Tiranë si vjetër, masi ne ta ndigjojmë nga ti, ndoshta do të ndalojmë pak më shumë dhe do kemi diçka për të diskutuar rreth asaj këngë. Atëherë pra ju lëm në shoqërinë e këngëtarit Arben Sinani me këngën Jam Tiranë si vjetër.
si vitër, venalitem babatem, rob si unë s'ke ku gjen tjetër, për tashni e për ahem. Tiron si vitër, venalitem babatem, rob si unë s'ke ku gjen tjetër, për tashni e për ahem, për tashni e për ahem. E pra të nderuar teleshikues, ishte këngëtari Arben Sinani që na solli këtë atmosferë këtu. Ama Tiranë si vjetër, Venali, Dem Babadem. Dem Babadem. Kjo pra ishte edhe ajo që ka duhet të shprehte nëpërmjet tyre vargjeve të kësaj këngë. Me që jemi akoma në tinguit e kësaj këngë, mund t'ju pyes historiku i kësaj këngë. Ku e ka atë zënafillën, ndoshta kush është tekstshkruesi, kush është krijuesi i kësaj këngë? Po, është e vërtet që është për të folë për rrënjët e kësaj këngë, që tashti është fut në historikun e këngës tradicionale të Shqipërisë mesme. Kjo ka nisë në vitin 2005. Kjo këngë. Teksti i ndjeri i madhi Jorgo Papingji, muzika maestro Fatmir Lela dhe orkestruesi maestro Shpëtim Saraçi. Unë e kam këndu i pari. Kënduar nga ju. Nga unë. Pra, kjo është ky këngë që i ka rrënjët dhe themelet rrënjët e performimit në skenë për të parë nga këngëtari Arben Sinani. Po, shumë e drejtë. Kjo këngë ka qenë mbas albumit të dytë, sepse po të hecim pak më mrapa, ose fillimit e mia, ti rikthehem disa vite. Albumi parë i imi ka qenë në vitin 2002, ka pas goxha sukses, me këngë Shqipërisë mesme, çuditshme të pa ty, 30 ditë Ramazanit, kush nisi me bo sefta, e të tjera, e kënga me Slym Pezës që është një prap ndër hitet e Shqipërisë mesme. Kemi mësuar t'i themim. Absolutisht. Mbas këtij albumit suksesshëm që e kam bërë vetë unë, në albumin e dytë, në 2004, kam futur edhe 2 vëllezërit e mi. Në albumin e dytë kemi realizuar 8 këngë tjera, një album, sepse albumi atëherë ishte me 8 këngë. Po që sa po theme herët që ata e kishin nisur këngën, por ju adhesi shpërblim. Ata të detyruan të hecish, në thojë, sa të detyrim dhe ti ju bërë një. Po, unë vërtet e patam për të hecë më kollaj, por mundova që të bëj çfarë kisha mundësi. Atë mundësin tënde. Pastaj, mbas 2004-s, ka ardhur kënga, në 2006 ka ardhur kënga hit Jam Tiron si vjetër. Dhe nëse albumi parë, albumi dytë, më njihnin gjithë Arben Sinani, edhe më thirrnin gjithë në emër, Arben Sinani, mbas këngës hit që u bë Jam Tiron si vjetër, nuk më thirrte njëri në emër më. Por, o Tiron, ku e gjithmonë ngeli kështu tash, sot e bëhet fjalë 2006-ën. Ajo ne jemi 2025 dhe duket sikur ka dalë dje ajo këngë. Kënga të dha, si të thuash, një si kodin e një artisti. Absolutisht. Ajo ishte një pasaport në vete. Ishte e para. Vlerë e shtuar për ty. Ishte albumi i parë që pati sukses dhe ndër ato ishte me Slym Peza që pata një pasaport në vete për Shqipërinë e mesme, por kjo Tiron si vjetë i kaloi jug veri dhe kaloi në gjithë botën. Kjo ishte këngë sepse po të kaloj në Shkodër, jam shkodror në vjetër. Po të kaloj në Kavaj, jam Kavaj si vjetër, jam Tiron si vjetër. Pra kjo hyn gjitha ne. Ama melodia e njëjtë. Melodia e njëjtë, absolutisht. Melodia e njëjtë. Për vetë faktin që përmende nga aty pastaj ka vërtetu karriera ime ndër vite. Kësaj këngë mund ta quaj unë, qoftë tekstshkruesit, qoftë muzikë krijuesit, qoftë orkestruesit, kjo këngë nuk ka si tjetë ndryshë. Nuk bëhet fjalë, sepse ata që ka përmendën emrat njohur të muzikës dhe do mbeten një ndër perlat e muzikës shqiptare të krijimit apo të. Atëherë ben kush ka qenë një pyetje tjetër për ju, kush ka qenë bashkëpunimi ose me kë ke patur bashkëpunimin më të ngushtë flas në lidhje për këngën? Bashkëpunime të ngushta
Ka qenë domthonë albumi i parë që kam bashkëpunuar në studion e Agim Xhemalit. Bashkë me instrumentist mirë. Lidhja është bashkëpunim me ngushtë me këngëtar, me kë ke patur një bashkëpunim Me këngëtar. Që ke kënduar me këngëtar apo që ke Me këngëtar, unë kam pas bashkëpunime pothuajse me të gjithë çfarë kap Shqipëria Mesme, Jug dhe Veri, sepse na ka lidh puna të punojmë live, pothuajse prej kaq vitesh. Por në album apo në video nuk kam pas bashkëpunim në video në albume, por që kam marrë pjesë mrena dhe jashtë shtetit, kam punu me gjithë to këngëtar që tashmë njihen. Kanë qenë dhe të rinj që kanë dalë sot. Tani ju përveç se performuesi skenës jeni dhe këngëtar i njohur dhe me gjerë. Sukseset natyrisht kanë qenë të pa diskutueshme dhe pa fund. Një mund të veçojmë një sukses apo një performancë apo një kthim në skena diçka, si ti e ruan si diçka, ku e ke pasur me të që të na risjellish dhe si kujtim tonë, ndoshta jashtë në skena apo këtu apo? Faktikisht vitet e para, ndoshta e konceptoj unë, ndoshta ndryshe, por ashtu e kam mendu, krahasi me sot. Atëherë të shikonin nëse ke zë dhe nëse këndojsh e bukur, të donin gjithë fort, kudo që shkonim na fshinin djersët, na ngrenim krahe, kurse sot pra atëherë u dëgjonte zëri. Sot zëri mund të jetë i fundit që dëgjohet. Sot thon ku e ka bë klipin, sa bukur çekin këto balerinët, sa lokali bukur, sa bukur që ke vesh, pastaj zoni është i fundit fare, sepse hyn shumë gjona, pastaj këngë tradicionale nuk po qëndrojnë ato që kanë qenë, po kanë filluar t'i përpunojnë. Po, ne flasim për ta bënin folklorik, sepse dhe vetë qëllimi i emisionit është që të pasqyroj promovimin e ballafaqimin e vlerave të gjithë artistëve, flas vlera folklorike që i kanë kultivuar dhe po i trashëgojnë në breza. Natyrisht, këta vlera të ruetura nëpërmjet këngës, dikush nëpërmjet instrumentit, nëpërmjet vallës, nëpërmjet riteve tradicionale zakonore shqiptare, siç janë pse jo edhe dikur fejesat, lojrat në përdasma, janë shumë gjëra që në emision shpresojmë që do të kenë edhe ata që t'i pasqyrojmë sipas asaj që ne kemi qëllimin e këtij emisioni, dhe duke qenë se ju, si që the dhe më herët që në shtëpinë time është nga fjalët e tuaj është një gen familjar, që gjyshi, babai, vëllezrit e me radhë, kjo është një vlerë e trashëguar për familjen, si nani tash po e quaj më, dhe deri tek ju që po i pasqyroni këto vlera, i nxjerrni në pas, sepse këta pasqyrimi i vlerave të tuaj është pasqyrim dhe i vlerave të familjes nga ju vini. Vetë fjala gen familjar për mua nënkupton shumë sepse ju po e runi këtë traditë. Absolutisht. Por dhe duhet ta kultivojsh këtë traditë. Absolutisht. Tash një pyetje e bukur që edhe pse jo të rikthehemi dhe pak humorit, duke të pyet për problemin familjare nga sa fëmijë keti, dhe çfarë moshi keni? Unë jam i martuar, kam 16 vite, martes. Edhe 100. Bashkëshorten kam 2 fëmijë, 2 goca. Çfarë moshe i pash me jetë? Para është bën 16 për pak, e dyta për pak bën 12. Jam shumë i lumtur, shumë i kënaq, i kam shëndoshë mirë. Urimet më të mira, kjo por është qëllimi i pyetjes është kjo. A trashëgohet vlera juaj e këngës tek fëmijët? Ndoshta ato janë të vegjël, ndoshta ato janë të vegjël, ato këndojnë, kanë qef, nuk është se kanë marrë pjesë, është pak edhe të ndrojtur, ndoshta nga mosha, po ndoshta mbasi kalojnë moshën mund të çlirohen, mund të... Gjatë intervistimit tuaj, ata po vinë tek mosha që ke shpërthy ti. Dhe shpresoj që dhe ata do ta trashëgojnë këngën babait. Është shumë e vërtetë. Kjo është urimi im për ty që kënga kurr, jo popullorja që të mos shuhet, por sidomos në familjen tënde, uroj veçanërisht që të trashëgohet, që të mos metet këtu, por të vazhdoje, dhe duke qenë Tiranës dem babadem. Kjo ka qenë mendoj një anë e mirë për mua, sepse kam rujt traditën familjare, brez pas brezi, por edhe këngë tradicionale shqiptare, Shqipërisë Mesme. Sepse duke pa të tjerë
që ne e rujmë, e këndojmë, do mos do i vogli shef të madhin. Tani në këngë të Tiranës e ka një vlerë, po janë disa këngë që ti merë shtruar, pastaj shpërthejnë, pra ka një ngritje dhe një ritmik shumë të ëmbël. Të paktën shumë më pëlqejnë mua dhe shpresoj t'i pëlqejnë edhe publikut. Tash, unë kam dëshirën që edhe t'u ndigjoj, por edhe t'ju lodhi pak në thojza duke kënduar, dhe Absolutisht është kënaqësi kënaqësi për kemi mua, ta është përshëndesish kënaqësi për përsëri me një mua. këngë në ata këngët e tua që ti merr kështu. Unë jam këtu për ju, për publikun, edhe nuk nguroj, sa do të dëshironi, unë këtu jam. Atëherë duke të falendëruar përzemërsisht, unë kam dëshirë që prapë të metemi në tingujt e këngëtarit, këngëve të kënduar nga këngëtari Arben Sinani. Këngën? Tashi do ju përshëndes me këngën Kush niset me bo sevda, kënga e Pleqnis. Po. Faktikisht doja ta kërkoje, po me që godite në këtë pikë, unë po e lësi që thua ti. Faleminderit. Atëherë, këngëtari Arben Sinani me këngën? Zemra ç'mo doq, kush niset me bo sevda. Presim ta ndigjë.
ja sa më moj, lulja I rimi, me ja qëtat porsi se lëvi. I dhe m'falja gjithë bileti, moren qap qunat e ri. I dhe m'falja gjithë bileti, moren qap qunat e ri. Zemra vet nuk e pranon, pleqenin as kush se don. Zemra vet nuk e pranon. Del një rrugë, del një thi, ah mosha ikën, koha shkon. Del një rrugë, del një thi, ah mosha ikën, koha shkon. Pra, një këngë mjaft melankolike, gjithmonë një muzikë ëmbël, po dhe fjalët, po dhe vetë këngëtari ëmbël që e këndon me kaq me rak, thot. Gjithmonë thot pleqërin, se pranon askush. Faleminderit, shumë faleminderit. Mundohemi, po s'ka funde Të mira. uroj suksese shumë në këtë rrugë, jo më tash të nisur, por të vazhduar dhe uroj të realizohen dëshirat sepse artisti asnjëherë nuk mjafton së kërkuari tek vetja. Shumë e vërtet. Atëhere, duke qenë se më herët tham, ku keni patur suksesin më të madh, natyrisht në diaspor ju keni dalë dhe delni shpesh, këndoni, ju kërkojnë në koncerte, në organizime festive e me radhë. Ku e keni një vetën më mirë në skenë, apo ku e keni gjetur mbështetjen e spektatorit më shumë? Unë gjithmonë kam qenë ndje mirë, kudo që kam qenë mrena dhe jashtë. Por jashtë shtetit më duket që janë më të mallëngjyshëm, të presim më me mallëngjim, këndojnë bashkë me ty, qajnë, kanë emocione, mezi presin që të shkosh, kudo që kemi shku në shtetet ndryshme. Por, palon dhe pak venin tonë që kudo që kam qenë si ngëzime familjare, si dhe tek sofra e madhe Tiranëse, që ka qenë I ndjeri Arben Tafaj, kryetari shoqatës Tirana. Kam qenë pastajt në sofrën Shkodrone, normalisht që sa më shumë ne këngëtarët ose ne muzika, nëse jemi me sallë bosh, jemi bosh dhe vetë, por kur salla është plot me publik, ato na japin shumë emocione, ato na heqin dhe ndrojtjet, dhe ku ka më kënaqësi që kënga bashkë me publikun, dur trokitit, ato bën një kompakt që gjithçka. Shumë e vërtet, dhe qëllimi I pyetjes ky ishte sepse kurbeti tashmë plagë rande shoqërisë, që çdo familje shqiptare e përjeton në votrat e tyre, dhe malli me këngën, me fjalën shqip, është shumë I madh dhe më I theksuar tek ata që janë jashtë kufive. Por edhe ti, duke qenë se sa po përmende këta që the që si në diaspor, por edhe sofrën Tiranës, po dhe Shkodrone, do të thotë që ti, mirëpritja e publikut, artrokitja e publikut, përkrahja e publikut, do të thotë që ti arrin ta prekish vërtet me këngën tënde aty ku edhe artisti do ta përqojë mesazhin e tij. Pra kjo është një sukses dhe një vlerë e shtuar edhe për ju. Absolutisht që po. Në mes këngëve tjera dua që, sepse artistin por nuk e ngacmove, nuk mund marrish ato që don, dhe kështu që unë dua dhe të ngacmoj pak. Këndon dhe një këngë e cila është në hitet edhe kjo, që I kushtohet Bab Myslimit.
natyrisht, Bab Muslimi mjaft i njohur, por ti je edhe bashkëvendasi. Unë jam venali aty dhe nuk kishte si të ndodhte ndryshe. Edhe kështu që e kam kënu me pasion, me dëshirë, me kënaqësi. Si ta kërkojnë këtë këngë në Bab Muslimin, sepse shpesh herë të ndigjojmë të rrjetet sociale ka një gjatë mirë, sepse nuk të lënë të gënjesh. Skandal ta tani dhe të hapin dhe në shumë ambiente të shikoj që këngën e Bab Muslimit bëni këngën e Bab Muslimit. Është shumë e vërtet. Siç e theksuam dhe më para që kënga e Bab Muslimit, Muslim Peza, edhe kënga Jam Tiranë si vjetër, u bo vite që këto janë hit i Shqipërisë mesme, dhe unë asnjëherë nuk i kënoj vetë këto kudo që jam në për ambiente familjare apo në koncerte mrena jashtë shtetit, sepse di shumë mirë që ato do i kërkojnë. Është më mirë kur ato e kërkojnë, e mezi e presin, dhe nuk ka vend që si kënoj ato dy këngë. Gjitha të bukura. Pra, nërmes të janë të veçanta të repertorit tuaj që kanë një kërkesë më të madhe nga publiku. Absolutisht. Unë i kam kënu gjithë me shpirt, me zemër, ndihem mirë, mu më duken gjithë bukur, por publiku ato dyja Publiku i kam duken pak si më të veçanta. më të veçanta dhe i kërkojnë më shpesh. Po kjo është diçka e tjetër dhe unë ndjej kënaqësi kur më thua këta. Mbas e jam dhe vetë pak ndoshta tifoz i këtyre këngëve më shumë si këngëve tjera. Dhe kjo ishte edhe qëllimi i pyetjes sepse është e vërtet që këta këngë si në sofrazime familjare, si në ambiente festive, si në organizime, koncertet e me radhë, ta këngë janë të preferuara, thonë, këngëtari Ben Sinani do na vjeri me këngën Jam Tiranë si vjetër, apo të Bab Muslimit e me radhë. Jo se janë më të pa dëshiruara këngët të tjera, por për vetë ndoshta dhe rëndësinë të përshkrimit të tekstit që përmbajnë ta këngë, ndoshta janë edhe jo, po ndoshta bile nuk gabojmë, them janë me të veçanta të repertorit tuaj. Janë një histori reale, si duket një histori reale dhe një këngë të thjeshta që populli i kap më shpejt, i kupton më shpejt, i dashuron. Dhe si çdo gjë në jetë e ka një të parë, dy të tretë. Këto janë dy të parat. Shqiptari gjithmonë është quar për patriotizmin dhe pak a shumë këta të dy kanë dhe sens patriotik brenda vetit. Dhe kjo është patriotizmi shqiptar ka jetuar dhe do të jetojë në shekuj dhe ndjenja e patriotizmit dhe krenaria e të qenë shqiptar janë ata shka the pak në lidhje me jashtë që i kërkojnë të këngë, bile the dhe me lot në sy dikush i ndigjon se februarit. Absolutisht. Se se janë histori reale dhe njerëzit sido që kanë hik në shtetet ndryshme, por rranjat i kanë këtu, zemrën e kanë këtu, kanë hik me trup, fizikisht, por shpirtin zemrën e kanë këtu. Edhe kur ja përçon këto këngë edhe në shtetin e huaj, i duket atyre sikur po jetojnë këtu. I mallëngjen janë. Por kjo është e bukura që njeriu, se tash ka ardhur koha e teknologjisë, rrjete sociale të ndryshme, po bëhen shumë këngë të ndryshme, të lloje të ndryshme. Por e para unë e kam thonë dhe po e them, do ta them që të bëjmë këngë tona tradicionale që kanë lënë të parë tonë. Bravo. Pastaj bëjmë të tjerat i bëjmë të jetë një, dytë, një, tretë, do me thonë para të mësojmë gjuhën tonë. Pastaj se mësojmë gjuhë tjetër nuk është keq. Kështu që brez mas brezi edhe për trit, edhe për të ardhmen, duhet i trashëgojmë. I nderuar artist, duhet të them Arben Sinani, sepse edhe je, edhe meriton. Faleminderit. Vërtet unë po rri pak i heshtur dhe kam shumë dëshirë të të dëgjoj. Dhe vetë motoja e emisionit Folk në Tradit është të kthejmë kokën nga kemi ardhur që ta dim se ku do të vemi. Pra, promovimi i vlerave folklorike të këtij kombi, sepse një komb. Çdo komb ka kulturën e tij, ka folklorin e tij. Por rrënjët e kombit gjenden tek kënga, tek trashëgimia e zakoneve, tek trashëgimia e besës, e bujarisë, të cilët mjaft mirë autori i përshkruan në vargje dhe këngëtari i këndon. Pra, është një kënaqësi që i ndigjoj këto fjalë dhe këtu është dhe qëllimi jonë i promovimit të këtyre vlerave. Nga edhe unë e teksova që në fillim të
bisedës që I intervistës bravo tonë. ju qoftë juve edhe shumë televizion që po e promovojnë, sepse kjo është një rikthim, kjo është një si puna e fëmijës, po si atë nuk e din. Kështu që kjo është një gjë shumë e bukur. Të falenderoj edhe një herë për këtë mesazh që përqon, qoftë për emisionin, qoftë dhe për televizionin, i cili nuk gjem fjalë ta falenderojmë ekranin e televizionit Fox News për hapësirën dhe mundësinë që na jep që ne pikërisht nëpërmjet artistëve, këngëtarëve që po e mbajnë gjallë traditën, njëkohësisht na krijon hapësirën për ta publikuar dhe për ta përquar më tej. Vërtet një falendrim shumë i madh për televizionin Fox News. Faleminderit, kënaqësi që e ndigjoj nga goja një artisti dhe të gjithë artistët shpresoj që të kenë këtë falenderim përzemërsisht për këtë televizion. Të nderuar teleshikues, siç e kam thënë dhe herë të tjera dhe do ta shpreh, jeta e një artisti nuk përshkruhet me një emision televiziv, një intervistim, sepse artisti ka shumë për të thënë, ka shumë për të shpreh dhe ne kemi shumë për të ndigjuar nga ai. Por me këngëtarin e njohur, tironësit Dem Babadem, por edhe më gjerë të Arben Sinanit, ishte kënaqësi që ne e kishim në studion tonë dhe gjithmonë falënderimi i parë shkon për ekranin e televizionit Fox News, stafin e realizimit të këtij emisioni, që shprehim tamam kënaqësinë tonë, por është një kënaqësi që shprehet edhe nëpërmjet artistëve dhe më gjerë në publikun gjatë kohës që ne flasim, dëgjojmë, komunikojmë për këtë emision. Emisioni Folk në Tradit vjen çdo të mërkurë, ora 18:00, këtu pra në ekranin e televizionit Fox News. Dhe tani, megjithëse ne kemi shumë, por duke e lënë publikun në shoqërinë e këngëtarit Arben Sinani, pikërisht me këngën e Bab Muslimit, ju uroj natën e mirë dhe miru takofshim të mërkurën e ardhshme pra ora 18 këtu në ekranin e televizionit Fox News. Ju faleminderit.
që